Jam shumë mirënjohës për këtë mikpritje, vetëm ju dini ta bëni këtë gjë. Jem shumë i nderuar sot që ndodhem tek burimet e Zanës, nga ku vjen emri Borizan, por që sot si s'keni ujë, rruga është cop-cop, i kam filmuar gjithë rrugët e kësaj zone dhe nuk e di ose kanë pas një gjë personale me fshatin tuaj, që është fshati më i madh në Republikë. Problemi është janë përgjysmuar nxënësit në shkollë, që do të thotë klasa ka pas 37 veta, tani shkon me 15 persona. Në rast se do vazhdohet kështu, i bie që gjimnazia Haxhi Qira mos jetë më Borizan. Pra, një shpopullim masiv dhe arsyeja kryesore pse unë kam hyrë në politikë është që e kam pas Shqipërinë pash në pash dhe nuk jam nga ata shqiptarë që besoj që këtu jetojnë 2.400.000 banor. Ne jemi shumë më pak. Shumë e rëndësishme që ne të merremi me familjen. Ne jemi nga ata njerëz që babës i themi bab, jo prindi një. Jemi nga ata njerëz që nonës i themi non, jo prindi dy siç ata duan t'i quajnë, se po e shkatrojnë familjen, e kanë vënë në agresion. Prandaj unë jam shumë krenar që kam qenë shkruesi kryesor i programit Partisë Demokratike për ndaljen e shpopullimit të Shqipërisë si objekt kryesor dhe objektivi i dytë është rikthimi i shqiptarëve nga jashtë mrena. Ne kemi propozuar doktor Berishës krijimin e Ministrisë Familjes si një ministri kujdestare. Në rast se ne ecim kështu, OKB-ja na ka thënë që në vitin 2040 ne shkojmë 800.000 banor. Pasaporta europiane nuk është asgjë tjetër vetëm se me përzon shqiptarët që kanë ngelë në Shqipëri, që t'ikin nga sytë këmbë. Partia Demokratike dhe e djata është për riaktësimin e shqiptarëve. Ripopullimi i Ramës do të thotë përzejmë shqiptarët dhe të sjellim këtu emigrant afrikan. Është shumë e rëndësishme pra që me datë 11 maj të bëhemi të gjithë bashkë që ta ndryshojmë këtë realitet. Është shumë e rëndësishme. Shkruja është njësi administrative, që nga viti 2015, një nga iniciativat e para që do ndërmarr, në rast se do të jem parlamentin e Shqipërisë, është që ta kthejmë fushkryën bashki. Nuk po kërkojmë asgjë më shumë. Shkojmë siç kemi qenë 2015, edhe kruja bashki, edhe fushkryja bashki. Kjo bëhet me iniciativë parlamentare, sepse referendumin nuk na e lejojnë. E kemi lënë administratën në 2013 me 83.000 njerëz. Tani e kanë kthyer administratën 222.000 persona. Po a ka sens kjo shqiptarët po hikin nga Shqipëria, këto shtojnë numrat e administratës. Ne djathtët besojmë që na duhen pak shtet, sepse shteti e myt individin, ne besojmë tek fuqia e individit. I kanë marrë lekë të investimeve, i kanë kthyer rroga. A kemi ne mundësi që këtu në Borizane apo në Shqipëni të zgjedhim ca burra dhe gra që nuk e vjedhin Shqipërinë, ca njerëz pa korruptuar. Ky është zotimi i parë, nuk kena për të vjedhur. Du me dalë me faqe të parë.